Jemi në hadithin e dytë, prej 40 hadithet e Imam Nevojit, jemi hadithin e dytë, në pjesën e 5, më zgabovsh, apo pjesën e 6. Pas që Gjibril a.s. ka ardhur dhe ka pyet pejgamberin ton, çka është Islami? Dhe pejgamberi është përgjigj duke thënë, Islami është me dëshmu që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Pastaj ka thënë me fal namazin, pastaj me dhënë zakatin, pastaj ka ardhur agjerimi dhe haxhi, E këtë pjesë të ligjëratës që e komentojmë këtë hadithin e Gjibrilit, do të me komentu edhe çështën e agjerimit dhe të haxhit. Kemi folë për shahadetat, kemi folë për zakatin, kemi folë për namazin. Në këtë takim do të flasim inshallah për agjerimin dhe haxhin. Me folë për agjerimin dhe haxhin, jo në mënyrë domethënë përgjithshme, po në mënyrën me i cek sende që kanë të më të rëndësishme prej çështjeve të agjerimit dhe të haxhit. Gjën e parë, agjerimi është cek në hadith. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë edhe me agjeru muajin e Ramazanit është prej çështjeve të Islamit ton. Çka do të thonë agjerim në gjuhën arabe? Në gjuhën arabe agjerim do të thonë mujarradul imsak. Është vetëm send i kufizuar ndalesë. As-siyam musarran këto. Ku ti pyetën kush agjerim në gjuhën arabe, çka do të thonë? I thonë al-imsak, ndalesë. Kufizim, ndales me një kohë. Pastaj ulemat e kanë dhënë edhe këtë çështje tjetër. El-imsak ani at-ta'ami wash-sharabi wal-kalami wal-jima'. Ndales prej hajes, pijes, prej fjalëve dhe ndales prej marrëdhënieve të intimeve. Domethënë kjo e ka kuptimin në gjuhën arabe se çka do të thonë agjerim. Es-sawm istilahan. Çka do të thonë agjerim në termin islam, në shariatin islam. Në shariatin islam, agjerim do të thonë ta'abbudu lillahi bil imsak anil akli wash-shurbi wal-jima'a wa sa'iril mufattirat min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurubiha. Në shariatin islam, agjerim çka do të thonë adhurim që bëhet vetëm për Allahun, adhurim që bëhet vetëm për Allahun, me ndalesë prej hajes, pijes, prej marrëdhënieve intime dhe prej sendeve që e prishin agjerimin. Prej kujt? Prej atij momentit që është agimi i vërtet deri në perëndimin e diellit, na krejt i ndalojmë këta sende. Nuk është e lejueshme i përdor hajen, pijen, prekjen e grave, fjalë të këqija, sende që e prishin agjerimin. Prej agimit vërtet deri në perëndimin e diellit. Ky është domethënë në kuptimin se çka do të thonë agjerim në shariatin islam. Fardhiyat as-siyam. Çka është çështja e agjerimit? Është sunet, është çysh është? Agjerimi në islam është wajib, është obligim. Wa huwa ahdu arkan al-islam al-khamsa. Agjerimi është një prej 5 shtyllave të islamit. Ashtu çysh ka ardhur në këtë hadith. Është pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe Gjibrilit, çka ka thonë? Shahadeti, namazi, zakati, tani ka agjerimi. Shtylla e islamit, do të thonë është agjerimi, është obligim. Al-aslu fi wujubihi, çka na argumenton na për obligimin e agjerimit? El-kitabu wa sunna. Fjalët e Allahut dhe fjalët e profetit. Allah na ka obliguar në Kur'an për agjerimin, apo profeti sallallahu alajhi wasallam na ka obliguar prej fjalëve të tij që është wahyi, shpallja e dytë. Kur është bë obligim agjerimi? Agjerimi është bë obligim në vitin e dytë të hijretit. Atëherë i bën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru nën Ramazana. Nën Ramazana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjeru. Dhe është bë obligim në vitin e dytë të hijretit. Etapat e agjerimit. Atwaru s-siyam wa ahwalihi. Etapat e agjerimit dhe gjendja e agjerimit që shka qenë.
Qysh ka orë sikur alkooli, a ka orë për mina mu bu harama? E top ka pat, ku? Ndal ga dale, ka orë dhe e tek pika me e fundit. Edhe agjerimi, ndal ga dale, qysh u zhvillu mu bu, dhe më thonë, agjerimi. E para, ku e agjerimit ka qenë, të khajgjiru l'abdu bejnë sijam o bejnë l'iftar. Me e zgjedh, nëse dënë me agjeru, nëse nuk dënë me agjeru. E ki pa vetin, ki mujt me agjeru, ki mujt me agjeru. Dhe më thonë, kjo është etapa e parë e agjerimi qysh kanë qenë në kone për fetit. Etapa e dytë, hurrim alejhi ta'am wa sharab an-nisa ila al-layli muqbila. Prej akshamit, s'ki guxu as me hangër, as me pi, as me afru gruas. Deri kur? Dhe akshamin tjetër. Kjo është etapa e dytë e agjerimit. Etapa e tretë, koha e tretë, cila është e lijune me hangër, me pi, edhe me afru grave, kur? Prej akshamit deri në agimin e sabajt, të cilën ne agjerojmë qëtash. Që kjo është etapa ku pas ku dhe ka ra etapa e tretë që ne agjerojmë e Allah në ka bo obligim agjerimin. Agjerimi ka shku etapa kohë të ndryshme derisa ka ardha më thonë me një pikë ashtu që shikim dhe aton edhe në ditë të sodit. Me çka obligohet me agjeru? Kur të në Ramazani, me agjeru Ramazani, çu agjerojmë na? Me kalendar, me ditët e vitit, me çka agjerojmë na? E para ju ru'yat al-hilal Ramadan. Allah na ka obligu, pejgamberi na ka obligu me shiku hanën e mujit. Me shikuan e mujit, dhe më thonë mujit Shaban. A ka përfundua jo, me shikimin e hanës, dhe më thonë hin Ramazani. Pa shikimin e hanës nuk ban na me agjeru. E shikujmë hanën në qofse hana është përmbush me 30 dit, nesër dalmi. Në qofse hana është përmbush komplet, del hana e re, 29 dit, nesër dal me agjerushë. Dhe më thonë, qysh obligohen me agjeru? Me shikimin e hanës. Me qka dani prej agjerimit? Qysh kompletohet agjerimit ditët e Ramazanit? Me shikimin e mujit Shawal. E shikujmë mujin Ramazan. Qëndrohet hana, mbushet hana, hin mujin Shawal, atëre, qka do të me bo? Do të me lanë agjerimin. S'ka më agjerim, ju kompletu. Agjerimi sa mund sa dit mujt me pat? 30 ose 29 dit. Hin dhe del, shkort, hin dhe del me shikimin e hanës. Mirë. A ban me agjeru një dit për para, 2 dit për para. Ulemat e kanë bo haram agjerimin një dit, 2 dit për para, për ato i cilët tatë, po vjen agjerimi, po vjen muji i Ramazanit i bekuni mirë, e hajtë të agjerajnë një 2 dit për para. Jo, se për Ameri ka thonë, mos agjerani një dit, 2 dit për para se më arë muji i Ramazanit. Dhe kjo është ndalez, dhe kush do që e ban, hin në haram, ndales. Nuk u dza njeriu me agjeru vetëm se po vjen në Ramazani. Në qofse ka borxhe, në qofse ka betim u shbetu pasha Allahin dhe ti ke me agjeru. Në qofse ka diçka që ka bu prej mëkateve me shpërla veten, këta se janë mesele tjetër. Ama me agjeru pse po vjen në Ramazani një dit, 2 dit përpara, nuk lejohet. Pastaj vëllezër, niyeti i agjerimit është sunet, është obligim. Ulemat kanë thonë niyeti i agjerimit, kur dan njeri me agjeru, në sefir muçu ka thonë është wajib, obligim. Nga se ka një hadith që pejgamberi ka thonë nuk ka agjerim ai cili nuk ban nijet. Që në sefir e ban niyetin ki domethënë agjerim. Kjo është për afërsisht për agjerimin. Pika të shkurta në domethënie që neve na jep kuptim të mirë dhe ju me i mesele tjera. Mesele tjera mujmë na mi këthuj pyetje përgjigje. Mi po parapësisht ulemat, kur të folin për shtyllave të islamit që është agjerimi, i përmbledhen qëta sende të shkurta. Haxhi. Haxhi është shtyllë e fundit për islamit. Gjitha njeriu mundet me i bo. Shahadetin mundet me thonë. Mundet me fal namazin, mundet me dhon zakatin, mundet edhe me agjeru. Ama te haxhi shtylla e 5 islamit ka ardhur kush i ka mundësi. Edhe jo çdo kush mundet me qenë haxhi. Dhe jo çdo kush e merr emrin haxhi. Dhe jo çdo kush e përfundan këtë shtyllë të islamit me haxh. I lumaj
i cili kompleton islamin e tij me 5 shtylla dhe fund e përfundon me haxh. Subhanallah. Është përgatit trupi i tij, kamët e tij, që me dal para Allahut, me u taku me Zotin e tij në ahiret, me kompletimin e fesë me 5 shtyllat e islamit. Për ta ka ardhur fundi, ka ardhur haxh, kush i ka mundësi. Allah Azza wa Jalla na përmend në Kur'an mas pari shtëpinë e tij. Qabën, thot inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lilladhi bi Bakkatan mubarakan hudan lil alamin. Shtëpia e parë që vendos në tokë, thot është ajo atje e cila është e bereqetshme. Mekke, Qabja, ajo është shtëpia e muslimanëve, ajo është kibla e muslimanëve. Që aty do të me bëj haxhin. Ku do të më shku me bëj haxhin? Në Irana, në Iraka, Palestina, në Jordana, Allah i përmend Kur'an bi Mekke, lilladhi bi Bakke, ajo e cila është në Mekke. Kush është Mekke? Qabja. Pastaj mubarakan, është e bereqetshme. Fund e përfundan haxhin, ta vullosh imanin ton. Edhe të vdes inshallah kur vdes ti e ki xhenetin inshallah me lejen e Zotit. La ilaha illallah. E përfundan jetën ton me haxh. Hudan lil alamin. Qabja krejt dynjan e udhëzon, krejt muslimanët e udhëzon, krejt që ne drejtohemi. Kur themi në namaz, ka kthehemi? Ka kibla, ka Qabja, udhëzim. E adhurojmë Zotin që Zoti e ka lënë Qabën, kibla muslimanëve, ka Qabja. Pastaj vëllezër, kush e ndërtoi Qabën, e ka ndërtu baba i profetëve, Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Allah na tregon në Kur'an: wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Kujto Muhammed kur e ndërtoi themelet, i ngriti themelet e Qabës, kush? Ibrahimi me Ismailin. Dhe tha, Zot prana për neve. Qabën e pas ka ndërtu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Çka është detyra jon, pasi Allah ka obligu Ibrahimin me ndërtu Qabën? Çka është detyra jon? Allah tregon në Kur'an, thot: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." E për Allahun, o ju njerëz të gjithë, për Allahun, vizitane atë shtëpi të Zotit, bani haxh për Allahun. Men istata'a ilayhi sabila, kush i ka mundësi. Krijesat për shtyllave të Islamit, musliman janë të obligueshëm me e vizitu atë shtëpi Zotit dhe me kry njërin për shtyllave të Islamit, cila është haxhi, ama men istata'a, kush i ka mundësi, i ka parët, që kja është, që shtash, disa pa në konë, vallahu është shtrejt, kur gjo nuk është dhe në ditë kiameti sa ka mu bo shtrejt. Nashta me një vend, me një Evropë, ndoshta po thamë, a kanë mu mledh 1.000 veta me shku në haxha jo. Pse Allah e ka thonë këta, nuk ka pëse me thonë, është biznesu ku ka haxhi, Zoti ka thonë, kush i ka mundësit, po të kallëzën Zoti se ka mu kanë shumë shtirë me shku atje, ju gjithë kush i mund me shku atje. Qysh përta me fitu xhenetin të me 2 euro? Qysh ta me mbulu të Islamin me 2 euro? Ka dalë se ka marrë koha dhe ma shtrejt, edhe ma shtrejt, edhe ma shtrejt. Vërtet kush i ka mundësi me shku atje? Ka marrë fjale e Zotin në vend dhe dal ka dale dhe vjen dhe do të vjen dal ka dale fjale e profetit dhe fjale Allahut Azza wa Jall. Qysh është bu njerëzit me shku në haxh pas se Ibrahimi e ka ndërtu. Allah Azza wa Jall ku i that Ibrahimit: wa adhin fi n-nasi bil haxh. Të thërri njerëzit në haxh. Ndërta Ibrahimi Qabën. Nuk i met pas një kur gjëheq. Allahu e ndëraj edhe Qabën, shtëpinë e tij. E pruni prej xhenetit gurin. Prandaj prej xhenetit gurin, madhështia e madhe, pjesë në tokën tonë, që është pjesë e xhenetit, është edhe kush? Guri. Në Qabë e kemi, Allahu Akbar. Çfarë breqeti i madh është? Një guri, çfarë breqeti? 50 centim ka ardhur transmetim. 50 centim me 50 centim nuk ka. Para mendosh çfarë breqeti dhe në ditë kiametit. Copa të vogla që është kanë me, çfarë bereqeti kemi. Dishka për xhenetit, çfarë bereqeti. Po më bumi pa 2 tulla për xhenetit. S'ka më zhduk ndoshta kur dynjaja, subhanallah. La ilaha illallah. Allah po i tha ti thirrni njerëzit në haxh o Ibrahim.
ti thirrë njerëzit në hax o Ibrahim. Ibrahim i tha: "Wa ma yablughu sauti", o Zot, unë pe i thirrë njerëzit, po qysh më abu me za? Qysh me një këtë dynjaja? Allah i thot: "Alejke al-adhan wa alayya al-balagh." E jotja është vetë qëtë të pi gjuhës tanë të fjallë, zanin. A thot, unë në transferaj zanin këtë dynjaja me një. Unë ngret Ibrahimi me një kodër dhe i thiri njerëzit: "O krijesat Zotit, musliman, përgjigj një thirrës Zotit me ardhur në hax." Allah dishka i tha: "Kanë me ardhur njerëzit me kafshët e tëre, me mjetet e tëre, qoftë edhe për tëve dath ka thonë ka me ardhur." Allah i ka përmend këtë Koran këta, ajet koranor. Të kanë me ardhur dhe prej vendit më së vogli, më ngushtit sa më e vogël, qyteti më i vogël sa më menja. Çatjeshit njerëzit kanë me ardhur me u përgjigj që ta shtirës tane. Subhanallah. Kështu ka me të haxhi. Kanë ardhur njerëzit dhe kanë kry amanetin e Zotit, thirrjen e Ibrahimit për çështën e haxhit. O ju vëllezër, unë me kaq po e përfundoj, po shpejt po i cekë disa sende, se do të krejt mi spjegu këta sende. Për i haxhi është një jetë i mirë. Kur të niset njëri në haxh me kry, me pat një jetin për Allah në zëgjel. Edhe umrën ku ta ban, për Allah në zëgjel. Në haxh hin ihram. Që është ihrami? 2 pishkirat maja. Kur ti vesh ihramin, ka kushte që mi vesh ihramin. Nuk ban për shkak me vesh ihramin më kanë ti me brek. Këtë sollak do të më kanë. La korreq. Vesh 2 pishkira në trupin tonë edhe u kry. Ka regla për me majtë ihramin. Nuk goza me nuk thoj, nuk goza me nuk kime, nuk goza me pidan, nuk goza me qitë parfem. Ka regla në ihram. Kush do që ban, nuk goza me mytë bobrec, nuk goza me mytë me nuk një flet. Gjitha janë ndalesa këta. Nuk goza në ihramin me qitë mbi kokë. Me thonë, a unë nëzet koka, ose klima për bjenë kryta qest. Jo. Gjitha janë ndalesa këta. Me pat kujdes, në adonë kër e veç ihramin, bjenë koha që i spjegojmi, të sen e veç po thamë që pri haxhit, dhe me thonë, është edhe obligimet, ritualet, e kësa është me vesh ihramin. Pasaj kër ta vesh ihramin, është kushante në Mekë, do të me bot tavaf. 7 tavaf e ki, 7 herë ki musil. Rreth sillës qabës janë disa lutje, qaste, momente që ti do të më drejtu Zotit me lutje. Mbas tavafit, ti do të më fal 2 rekate mbas mekamit Ibrahim. Mbas që fal 2 rekate mbas mekamit Ibrahim, ulesh pëm pakuj zemzem e kështu të më radh. E në qoftë se je në agjerim zvan, po në qoftë se është ku e haxhit nuk ka gjë të keqe, apo jashtë agjerimit. E pëm pakuj, ban lutje për ta punuar zemzem, drejtohesh në Safa o Marwa. E kryne ati 7 herë ki, mes 2 kodrave ki musil. Ka ati rituale që të me bu lutje, momente lutje dhe kështë më radhë. Pastaj mbas se ta kryn, i hek flokët e tua qel. Kështë ka thonë pejgamberi, Zotë e mëshiroft ato cili i hek flokët qel mbas umrës, apo mbas haxhit. Gratë çka do të me bu, gratë për cepit flokëve, so thojnë i vogël, i gishtit vogël, prejnë pak flokë edhe u kryma. Që kja është? Pastaj ata që janë në haxh, për ditës 8 ja fillojnë ceremonitë e haxhit. Deshin për ihramit, rrinë hotel. Që të vjen dita e 8, ata e veshin pastrohen, e veshin ihramin, i falin 2 rekate, e bujnë niyetin për haxh, edhe drejt shkojnë në Mene. E pi Menës aty vazhdan tani me nejt, në Arafat, me nejt, Muzdelife, mu këthyja pet Mene, me nejt atje, mi dal mi gju gurt 3 dit, edhe përfundan haxhi dhe fund, da me thonë, e bojnë tavafin e lamtomirës dhe kthehen për shtëpisë Allahut Azza wa Jall. Që kjo ju vëllezër është rreth agjerimit si shtyllë e Islamit dhe rreth haxhit si shtyllë e Islamit. E me lejnë Allah Azza wa Jall vazhdojmë hadithin javën kalune, në atë javën e arsh me lejnë Allah e vazhdojmë hadithin aty ku kemi met. E lutja Allah Azza wa Jall këtë fjalë që i thanëm, këtë bëj dobi tek na ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.